GKKO ka lënë në burg ish presidentin dhe njëkohësisht kryetarin e Partisë së Lirisë Ilir Meta. Në seancë prokuroria paraqiti përdorimin e një karte bankare të dhënë nga biznesmeni Ardian Shatku, por edhe argument shtesë të pagesës së lobimit të Lëvizjes Socialiste për Integrim në SBA me një shumë prej rreth $360.000. Se ka individ të cilët aty ka dhënë dëshmi të rrem përpara oficer përgjithës dhe do marrë përgjegjësi penale. Avokati i Metës edhe njëherë cilësoi procesin politik. Që kjo është një çështje politike. Sa i përket shpenzimeve nga karta, Cakrani tha se Meta nuk ka pasur dieni dhe se është përdorur nga ish bashkëshortja Monika Kryemadhi. Karta që janë përdorur gjitha nga ish bashkëshortja e zotit Meta. Zoti Meta nuk ka dieni dhe s'ka përdorur kur karta në jetën e tij dhe nuk ka asnjë lloj dienie për çfarë ka ndodhur me zonjën Kryemadhi. Edhe sa i përket faturës së lobimit, Cakrani vëmendjen e drejtoi te një tjetër ish zyrtar i LSI-s. Ne ja tham kush i ka paguar, është një avokat grek i cili ka ngatruar jo vetëm politikën greke, por ka ngatruar edhe politikën shqiptare tashmë, dhe ai individi ka një personazh tjetër që sot është afër Partisë Socialiste. Meta u arrestua në 21 tetor të vitit 2024 në hetimin e dosjes Çes Dia, ndikim të paligjshëm, lobimin e LSI-s në SBA dhe për verifikimin e pasurisë.